Ditën e djeshme në Tiranë është zhvilluar protesta e tretë në lidhje me çështjen e Zvërnecit dhe këtë herë duket se artikulimet e protestuesve nuk kanë qenë vetëm të ndalura në këtë pikë, por edhe tek thirrja për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe po ashtu kundër opozitës. Ka qenë një zgjerim i kësaj proteste me qytetarë të shumtë të cilët janë bashkuar. Do diskutojmë pikërisht për këtë çështje mëngjesin e sotëm me Ardit Bidon, deputetin e Partisë Socialiste, por do të na bashkohet edhe gazetari jon nga Vlora, Efrosina Papa. I përshëndesim, i themi mirëmëngjes Arditit, i cili është në komunikim të drejtë për drejtë. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes zoti Bido. Mirëmëngjes, falenderoj për ftesën. Mirëmëngjes edhe Efrosinës, e cila po ashtu, siç e tham, bashkohet nga qyteti i Vlorës. Do doja ta nisja me zotin Bido për të kuptuar edhe se si e ka parë këtë protestë dhe çfarë qëndrimi ka me këtë reagim të qytetarëve. Shikoni, protesta ende e hallakatur në gjykimin tim, sepse unë dua të di se kur u fol për Zvërnecin, pra unë kam gjithë të ditë në cilën jam duke folur pikërisht për të drejtën e banorëve, për pretendimet që atje ekzistojnë për pronën, për fiset Balliu dhe Moshka që pretendojnë kthimin e pronës, falca dokumenteve të viteve 30 dhe që pretendojnë që pronari që është njohur në vitin 2009, shehu i Kaninës, nuk i ka të rregullta ato dokumente, për banorët e zonës që pretendojnë me 7501, dje kemi pasur një zhvillim shumë të rëndësishëm që SPAK ka nisur hetimin dhe ka bllokuar dhe fondin hekalimit parave dhe me këtë hetim do t'i shkojë ai fond pronarëve që në fund do të rezultojnë të vërtet, ndërkohë që këtë nuk e shoh në protestë. Në protestë madje pash dje një tuf politikësh, se nuk besoj se janë politikan, qoftë Partisë Demokratike, qoftë forsave të vogla oportuniste, të cilat në fakt nuk i pash ku këto skena që ne shohim tani live të reagonin. Me përjashtim të Arlin Qori që ishte edhe në protestë, që është antikapitalist, është në ideologjinë e vet, kam qenë unë politikani i parë i cili kam reaguar ndaj kësaj skene të turpshme banditësh të cilët e kishin rrethuar plazhin me tela me gjemba dhe dhunuan qytetarë shqiptar, ndërsa këta politikejt nuk i pash, reaguan për nesër. Reaguan vetëm pasi panë që ka opinion publik kundër dhe tani i shkojnë në protestë dhe prap nuk i shoh se cili është qëndrimi i tyre. Do të qytetarët zotë Bido nuk e kanë shumë qartë mbi vendosjen e pronave dhe pretendimin që mund të kenë pronarët aty, por mund të jenë dakord një zëri për prishjen e ekosistemit dhe mund të jenë kundër ndërtimit të atij projekti në Zvërnet. Atëherë le ta themi tros që protesta është kundër banorëve të Zvërnecit. Ta themi, sepse banorët e Zvërnecit kanë pretendimin pronësor, në të cilin duan që pronat ju kthehet atyre, ju a thash 3 kategori që janë, por në ndërkaj duan që t'ju kthehet në mënyrë që të shitet dhe të zhvillohet sipas projektit. Dhe le ta themi që protesta në Tiranë është kundër banorëve të Zvërnecit. Dhe hajde të diskutojmë pastaj për pjesën e ekologjike të gjës, në të cilën unë i përkas 99% që nuk janë ambientalist, në Shqipëri 1% që janë ambientalist, dhe në protest nuk besoj se janë ambientalistët, të cilët mendojnë ambientalist, kam miq ambientalistë, të cilët mendojnë se ne duhet të prekim asnjë karkalec, asnjë dunë rëre, ne nuk duhet të prekim asnjë insekt e kështu me radhë. Sa i përket biodiversitetit, meqense doni këtë si çështje, biodiversiteti në atë zonë është cënuar në mënyrë të vijueshme dhe nuk ekziston më siç ka qenë, sepse që në vitet 70 ka qenë aeroporti ushtarak në lagunën e Nartës. Dhe tani më ekziston aeroporti civil në lagunën e Nartës. Ai është një peizazh i mbrojtur i shpallur si i tillë në vitin 2004, s'ka qenë kohën e Ismail Qemalit. Në vitin 2004 është shpallur peizazh i mbrojtur dhe si peizazh i mbrojtur, atë status ka, nuk ka statusin e zonës 100% mbrojtur, është kategoria 5. Si peizazh i mbrojtur do të thotë që ndërtimet që mund të bëhen atje nuk mund të prishin peizazhin, pamjen. Që ta kuptojmë qartë. Dhe projekti që do të vi, që është duke u punuar nga 5 studio ndër më të njohura ndërkombëtare, pikërisht është kthyer 5 herë sepse duhet plotësuar kriteret për peizazh të mbrojtur. Për pjesën e sentimentit ambientalist që për mua nuk qëndron, dhe jo thjesht nuk qëndron, po dua të them këtu edhe një detaj edhe si ish studius komunikimi, është një raport shumë interesant i Institutit IDEA, një prej më të njohurve botror, që besoj e njihni, suedez, që thotë që lufta hibride që bën në Ballkanin Perëndimor, në gjithë Ballkanin Perëndimor, jo vetëm në Shqipëri, nga Rusia dhe Kina kryesisht, bëhet mbi sentimente mjedisore për së pari. Tani, çfarë do të thonë sentimenti mjedisore? Sentiment mjedisor është pikërisht ajo që thash, karkaleci edhe pelikani në rastin konkret, që s'ka për t'u prekur pelikani, i cili përdoret si luftë hibride për të sjellur dëm. Cili është dëmi këtu?
4 miliardë euro, 15% e GDP-s shqiptare që të mos vinë investim në Shqipëri. Ky nuk është interes shqiptar. Ky është interes patjetër i grekëve, i malazezëve, i kroatëve, i italianëve, me treg me të cilën ne do të konkurrojmë në një turizëm elitar në Vlorë. Dhe për ta vijuar më tej këtë argument të ambientalizmit, më lejoni të them një gjë që unë jam kundër Partisë Socialiste. Unë jam kundër asaj që ka ndodhur në 2017, që është shpallur vjosa lumi vetëm i egër në botë, në Evropë, më falni. Pra janë budallej gjermanët, italianët, spanjollët edhe gjithë evropianët që lumenjt nuk i lanë të egër që të mos u mbasin insektet, se për këtë po flasim lumi egër, që kemi qartë. Që të mos u mbasin insektet, për shfrytzuan ekonomikisht, në ndërkohë që ne si shqiptar, që në vitet 80 kemi 8 kaskadat planifikuara në vjos, në ndryshon dhe balansat energjitike dhe do na jepte dorën sipërore kundër Greqisë në balancin energjitike. Do ishte Greqia e varur nga Shqipëria në na zgjerohet edhe si bisedë, të bido dhe jemi më fal thjesht ta përfundoj në limitet e kohës, ndjes. Greqia do të ishte e varur nga Shqipëria në pjesën energjitike dhe na duhen insektet e vjosës në këtë drejtim. Është qëndrimi im personal kundër qëndrimit zyrtar Partisë Socialiste. Njësoj dhe në lagunën e Nartës, ku në rastin konkret nuk do preket kategoria 5, që unë jam për të prekur, po qëndrimi zyrtar që nuk do preket kategoria 5, pra do jetë peizazhi mbrojtur dhe projekti do jetë në kuadër të peizazhit të mbrojtur dhe nuk është lëvizje ambientaliste. 1% e shqiptarëve që ca ambientalistë unë njoh dhe i respektoj se janë ideologjia e tyre, s'është e imja. Por nuk është lëvizje ambientaliste kjo. Kjo është një revolt e qytetarëve për shkak të këtyre skenave që këta politikej nuk folën dhe jam i pari që kanë folur dhe që pastaj po përdoret sot me luftë hibride nga dukshëm Greqia, shteti zyrtar grek ka reaguar, eurodeputet grek, deputet grek nga gjitha forcat e Greqia, zoti Bido, aty ka nëna me fëmijë, njerëz cilët janë ndjen thellësisht të prekur nga gjithë ajo që po ndodh. Si mund të pretendoni që i kanë nxjerrë Greqia njerëzit në shesh edhe në protestë? Unë flas shqip. Nëse ti zgjosh shqip është problemi yt. Të thash luftë hibride që po bëhet, janë hapur 5000 profile fake vetëm 24 orët e fundit, luftë hibride, që tentojnë që të përdorin sentiment ambientalist dhe sentimenti ambientalist nuk kuptohet që bëhet fjalë për karkalecat që në rastin konkret nuk preket. Nuk është vetëm për karkalecat çështja, është shumë e thellë se biodiversiteti ka qenë një nga temat kryesore që kur ndryshoi ligji për zonat e mbrojtura, apo jo? Në rastin konkret. Tani a keni Pse s'u bë protesta për Riollin? Pse s'u bë protesta për Titin e Durrësit? Prandaj tash tu zgjerohemi në bisedë dhe koha është e limituar. Do lejoni që të fus në bisedë dhe Efrosinën me qenë se e kemi. Brikena ta pranoj, brej ndërhyrje. Ama se këto shashkat i kanë bezit. Jo, nuk janë shashka, nuk janë absolutisht shashka. Po dëgjoje përgjigjen pastaj. Patjetër, dëgjoj, po kemi edhe kohën e limituar dhe ju e njihni mirë kohën televizive. Atëherë të shashkat do shtosh kohën me çeket limituar. Po, shkurtimisht ju lutem. Pse s'u bën për Riollin, pse s'u bë për Titin e Durrësit, pse s'u bë për aeroportin e Vlorës, pse s'u bën për gjitha, por bëhet ditën që po bëhet fjalë për një investim 4 miliardë eurosh, i cili për herë të parë fut turizmin elitar në Shqipëri, që ne kemi në derën tonë, kemi në Porto Montenegro në Malzi, e kemi në një 10 pika në Greqi dhe që konkurrojnë ata sot. Po që unë Brikena nuk do kemi mundësi të bëjmë as i ditë pushimet në atë resort. Se? Po sepse s'kemi mundësi ekonomike. Po mirë, mo pse i bënde Porto Montenegro ti s'do 4 miliardë euro për Shqipërinë, ti s'do për fëmijën tonë që të rriten me 15% GDP e këtij vendi. Ti s'do që të rriten rrogat e pensionet, e të rritet bujqësia në zonë që do të pra duhet rritur duke shkuar duke prekur zonat e mbrojtura. Stanet e Labërisë. Se mbi Porto Montenegro janë krijuar një 40 stane të cilat fitojnë miliarda çdo vit, pikërisht se është Porto Montenegro. Ti nuk i do këto. Nuk i do këto se si do Beleri. Duhet kem akses, zoti Bido, që të kem mundësi të bëj pushimet me aq sa mundësi ekonomike kam. Po shko mor, kush të daloj, shko diku tjetër. Ti s'do pra, po them edhe një herë, ti nuk do Porto Montenegro këtu. Thuaj më vlla, si çdo Greqia që të kenë se s'do konkurrencën që të vinë ata me jahte të harxojnë ca miliona euro dhe ti si ta. Regjia, e kemi Efrosinën? Po, e kemi Efrosinën. Efrosina, debati në fakt ka nisur nga Vlora. Aty nisi, le themi, edhe protesta. Duket sikur kaloi në Tiranë, po janë shumë qytetarët që erdhën nga Vlora në Tiranë, apo jo? E para një përshëndes. E dyta, dua të them diçka. Do të Bido, deri me respektet e kam deputeti
e qartë, por jam dakord me shumë opsione që ai përcolli. Unë, si qytetare angazhuar e qytetit të Vlorës prej 29 vitesh, jam shumë e përullur sot ndaj qytetarëve të mi, ndaj qytetarëve të Shqipërisë që po bëjnë ato protesta në Tiranë. Protestat e nisura në Vlorë dhe them që ky do të jetë një mësim dhe për politikën. Politika në këtë rast duhet të jetë shumë e përullur. Këtë doja të thosh as si fillim. Ndërkohë që protesta e 30 majit në Vlorë, pa dyshim që ishte e lajmëruar, pasi u paraprin nga një protestë 28 maj, ku qytetarë të shumë, dhe unë nuk kam parë, prej vitesh, pas 96-97, nuk kam parë një lumë njerëzish që të bëshonin pikërisht në zonën e Fortonovës. Dhe pastaj, në 23 maj, në 30 maj, ajo precipitoi, pasi situata u kryua e tillë, e nderë, nga veprimet e forcës private dhe konkretisht të efektivit Viva, i cili reagoi rrushëm ndaj qytetarit të Vlorës nga Zvërneci me banim në shtetin grek. Dhe gjithsesi sot kemi zhvillime të tjera, policia e shtetit i hoqi licencën 2 subjekteve private të sigurisë private, ndërkohë që kemi zhvillime shkarkimin e drejtorit të policisë vendore, kemi njëkohësisht ardhën e BFH, ditën e diel në Vlorë, kemi njëkohësisht, se ndoshta e kalova, masën e sigurisë burg pa afat, sërish për Bibër, i cili e kemi pak të paqartë lidhjen me Efresin po. Më pas kemi zhvillime të tjera dhe ajo që bëri përshtypje në Vlorë ishte pikërisht i policisë së shtetit, vetë drejtori i policisë së shtetit, e quajti jo profesional reagimin e policisë të Vlorës dhe vetë policinë e quajti të fjetë. Sot do të mjaftonin për të thënë atë që reagoi pikërisht policia në Vlorë. Nuk pati thot do t'i bido një reagim të qytetarëve në Riolli. Mire, përmendi dhe Zoti Bido e Frosina. Ato tha edhe Zoti Bido. Nuk i kishtë parë, prej 97 në Shqipëri. Ndërgjegja qytetare që të përcjellë një pikërisht të revoltë. Po si mundet të lutem, Brikena, si mundet të vish në Vlorë të rrethosh një kantierë ndërtimi, pas një tabel dhe të mos një të ashtë kujtë, se qëfar po bënd t'i këtu. Si mundet? Duke qënë se tash më erdhëm edhe në fund edhe do doja të jepja sërish fjalën Zotit Bido. Është protesta e radhës e parashikuar në datën 6 qershor në Mosgaboj? Ditën e shtunë. Ditën e shtunë. Ditën e shtunë në Vlorë, në 6 qershor. Mirë, Efrosin të falenderojmë për komunikimin e drejt për drejt që patëm së bashku. Po, Zotit Bido. Një koment për çfarë tha Froso. Së pari, tek përullja, unë nuk jam në bindje përullur. Unë jam përullur ndaj njerëzve, jo në bindje. Në bindje dhe mia, unë jam kokë fort edhe për këtë më kam votuar në fund ditës, edhe pos më duan këtë format, i kënë shtëpi, nuk kam ndonjë problem. Duke qenë se jam i përullur ndaj çështjes, po ju them edhe një herë, hajde flisni për të drejtën e fisëve Balliu dhe Moshka, hajde flisni për banorët e 7501. Dhe kur vjen fjala tek protestat masive këtu në Tiranë, sepse për ata dalin protestat ata, edhe unë për ata po flas. Dhe kjo është të jesh i përullur ndaj votuesve të tu, të flasësh për kauzat e tyre. Kur vjen fjala për protestat në Tiranë, hajde dalim protest, ose dalim protest për nartën edhe biodiversitetin e Karkalecit, që nuk është 1% që e beson kundër investimit 4 miliard euro. Hajde dalim dhe për Sazani, se Doli Beleri dje tha që Sazani është ishull grek edhe nuk duhet investohet. Sepse është dhe Sazani planifikuar, kemi një 3 vjeç, po e themi këtë gjë. Po. Po e themi është bërë publika nga vetë kushter, se edhe pati publikuar pasi. Ose kushdo që është opozitar, nuk jam opozitar, kushdo që është opozitar, dhe që nuk e do këtë qeveri, le të dali dhe të protestoj për arogancën, për pushtetin e keq, për çmimet, për njërin për tjetër. Po nuk mund të dalësh të protestosh kundër 4 miliard eurove që i vinë Shqipërisë më. Nuk mund të dalësh edhe të protestosh kundër interesit tënd më, është interesi ynë më. Dhe kjo është gjithë çështja.
Në datën 6 qershor që bëhet protesta në Zvërnec, për mua unë e kam deklaruar që për mendimin tim është në vend gabuar, sepse ata ka një kalvar gjyqësor 30 vjeçar. Mirë, ju me të drejtë përmendni këto shifra, po unë kam përshtypjen që qytetarët kanë edhe një lloj paqartësie, sepse edhe transparencë nuk ka patur, apo jo? E përmendi edhe vetë kryeministri Edi Rama këtë gjë. Pra, unë kam përshtypjen që edhe qytetarët nuk dinë për këtë projekt shumë. Unë besoj se është e fryrë kjo histori, domethënë sepse o ka transparencë, ne kemi pas fushat elektorale, ne kemi bërë fushat duke thënë pikërisht projektin elitar të Ivanka Trumpit të Jared Kushnerit. Domethënë ka ardhur Ivanka Trump një 30 herë keni bërë ju lajme. Po kjo nuk është transparencë, pra kjo është O ka projekt që është ndjekur në çdo centimetër të vet se kishte edhe elementin e showbizit, është ky. Tani, kur vjen fjala për projektin final, nuk e kemi ende. Një boket paraprakje është prezentuar këtu e 3 vjet më parë, në media. Po, është diskutuar gjithmonë për ishullin e Sazanit, një ishull i cili nuk i ka përkitur në njërë qytetarëve për të pasur mundësi, për të bërë plazha atje dhe për të prishur biodiversitetin. Kur vjen puna tek Zvërneci, afrohet qasja, le themi, e investimeve dhe është një gjë që qytetarët i prek drejt për drejt, apo jo, zoti Bido? E para gjithmonë është folur për Zvërnecin edhe për Sazanin, e dyta, këtë po them dhe unë, folë për qytetarët, po si mos keni përmendur, po them dhe njerë, Balliu Moshka, do dalë në çdo media tani do them vetëm Balliu Moshka, po si mos keni folur njerë për qytetarët? Se kjo është ajo që kërkojnë qytetarët, si s'keni folur njerë? Për çfarë flisni? Se ju flisni kundër interesit banorëve Zvërnecit. Dhe këtu është mos përulja juaj. Ju më gjithë mediat. Keni folur po të njerë, ati ka 3 pretendus. Ne kemi pasqyruar pikë së pari zërin e qytetarëve. Si që edhe po ju japim fjallën juve në këto hapësira që kemi. Unë jam deputet, si jam qytetar i zakonshëm. Ku keni përmendur ju arsyet e protestës së Zvërnecit, që ka Fisi Shehu, e pretendojnë Fiset Balliu dhe Moshka me këthim kompensim pronash dhe banorë në 7501. Kë keni nxjerr ju? Më thoni kë keni nxjerr? Ju mediat, për ullura. Kanë dalë dhe kanë folur vetë. Kanë dalë dhe kanë folur vetë pretendimet që kanë për pronat. Po, këtu futemi në një debat edhe shumë të gjatë, unë doja shumë të kisha patur në studio, ndoshta edhe koha do të kishte qenë më e menaxhueshme se tashmë edhe kemi kaluar hapësirën tonë. Unë ju falenderoj shumë që na u bashkuat gjithsesi në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit juve. Faleminderit. Mirë, kemi ardhur në fund programit, duam t'ju falenderojmë edhe juve që ndruat në live në mëngjes. Ne do të ritakohemi si gjithmonë nesër në 6:45. Ju gjithsesi mos u ndani nga ekrani Vision Plus. Ritakohemi nesër. Ditë mbarë, jemi nesër.